Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Hello and welcome back to LearnShip. In today's lesson, we will learn together the verb shkoj, to go, in Albanian. We will see how to use it in the present tense and explore some clear examples to help you use it in everyday conversations. Without further ado, let's start. Let's see carefully the first person singular. I go. Unë shkoj. Unë shkoj. For example, I go to work every day. Unë shkoj në punë çdo ditë. Unë shkoj në punë çdo ditë. I go to the gym after work. Unë shkoj në palestër pas punës. Unë shkoj në palestër pas punës. You go, ti shkon, ti shkon. For example, you go to school in the morning. Ti shkon në shkollë në mëngjes. Ti shkon në shkollë në mëngjes. You go to bed late. Ti shkon në shtrat vonë. Ti shkon në shtrat vonë. He, she goes. Ai, ajo shkon. Ai, ajo shkon. For example, he, she goes to the store on Sundays. Ai, ajo shkon në dyqan të dielave. Ai, ajo shkon në dyqan të dielave. He, she goes out with your friends at night. Ai, ajo del me shokët e tu në mbrëmje. Ai, ajo del me shokët e tu në mbrëmje. We go. Ne shkojmë. Ne shkojmë. For example, we are going now because it's late. Ne po shkojmë tani sepse është vonë. Ne po shkojmë tani sepse është vonë. We go to the beach every summer. Ne shkojmë në plazh çdo verë. Ne shkojmë në plazh çdo verë. You go in the plural. Ju shkoni. Ju shkoni. For example, you go for a walk after dinner. Ju shkoni për shëtitje pas darkës. Ju shkoni për shëtitje pas darkës. You go on holiday in August. Ju shkoni me pushime në gusht. Ju shkoni me pushime në gusht. They go. Ata ato shkojnë. Ata ato shkojnë. For example, they go to work by car. Ata ato shkojnë në punë me makinë. Ata ato shkojnë në punë me makinë. They go to the same gym. Ata ato shkojnë në të njëjtën
palestër. Ata ato shkojnë në të njëjtën palestër. And now, let's see carefully a short reading where we are going to practice the verb we just learned. Të dielën në mëngjes, unë shkoj herët te gjyshërit. Motra ime vjen me mua, ndërsa prindërit e mi vinë pak më vonë, sepse kanë disa punë. Kur arrim, gjyshi shkon në kopsht për të punuar, ndërsa gjyshja shkon në kuzhinë për të përgatitur drekën. Ne shkojmë ti ndihmojmë dhe të kalojmë kohë së bashku. Pas drekës, të gjithë shkojmë për shëtitje në park. Fëmijët shkojnë të luajnë, ndërsa të rriturit shkojnë të pinë kafe. Në mbrëmje, ne shkojmë në shtëpi të lodhur, por shumë të lumtur. Ishte një ditë e bukur, sepse shkuam të gjithë bashk dhe kaluam kohë me familjen. Thank you for watching and do not forget, subscribe for more videos. See you in the next one.